Të nderuar shikues, rikthyem në pjesën e dytë të pasdites me personalitetin në studio, ku do flasim sot për një temë aktuale dhe shumë të rëndësishme. Do të diskutojmë për sistemin Safe City, një sistem ky i cili ka hyrë në fuqi nga data 1 shkurt e këtij viti në 3 qytete në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Do të informohemi mëgjërësisht se çfarë paraqet ky sistem, cilët mund të jenë gjobat, sa do të edukohen shoferët dhe cili është qëllimi i këtij sistemi, me profesorin e nderuar, ekspertin e komunikacionit, profesor Agim Neziri. Përshëndetje profesor, mirë se na erdhët. Faleminderit, respekt për ftesën. Pikës pari ju përshëndes juve personalisht si dhe studion tuaj. Besoj se sa do këdo do të mundohemi të japim informata sa i përket metodës e respektivisht sistemit Safe City. Faleminderit profesor për kontributin tuaj dhe për hapësirën. Fillimisht ju si ekspert i fushës apo profesionist i fushës, çfarë paraqet sistemi Safe City? Sistemi Safe City ose qyteti sigurt. Unë kisha pas një ide tjetër, më mirë kishte shteti sigurt kishte qenë. Do të parashtrohet pse dikush thot ashtu. Sepse sipas krejt informatave dhe më është plasuar edhe në krejt mediumet dhe në krejt shtetin e Maqedonisë, për fat keq janë përfshirë vetëm 3 qytete, domethënë Shkupi, Tetova, Kumanova, koridori 8-10, dhe jo rastësisht e potencova këtë gabim, sepse është veç qytet sigurt. A thua vlen veç për këto qytete, për qytetet tjera jo? Sa i përket sistemit Safe City, ki është një proces, domethënë një sistem kamerash, të cilët funksionojnë në mendimën e senzorëve dhe që incizojnë çdo pengesë ose çdo gabim që ndodh në komunikacion. Po. Kështu që për momentin thash unë, prej me 1 shkurtin ka filluar të funksionoj, mirë po sa dhe arrihet, deri në çfarë niveli, kjo varet krejt prej kushteve të cilat do të na paraqiten në teren. Ju profesor, cilat janë përshtypjet e juaja personale, kam fjalën, për këtë sistem? Çfarë mendoni, çfarë do të ndodhë realisht me këtë sistem në vendin tonë? Shikoni, sa i përket sistemit, askush nuk është kundër sistemit Safe, do të thonë qyteti i sigurt. Krejt ne mundohemi duke i plotsu kushtet, standardet, të respektohet siguria në komunikacion, edhe do arrihet. Mirë po, sipas krejt këtyre gjërave që ekzistojnë për momentin, edhe dënimet drastonike që janë paraqit, për momentin, unë besoj se do të shkaktoj një problem haotik në shoqëri, veçanërisht të vozicit. Për arsye se mirë një moment në shtetet e Ballkanit këtu. Unë dua veç një shembull të marr se cilin shtet ka filluar të funksionojë sistemi Safe City, përveç Maqedonisë. Në Ballkan mos dalim jashtë, po shtetet evropiane funksionon, mirë po atje janë plotësuar kushtet. Infrastruktura rrugore është nivel maksimal. Kemi pas rast shëtisim, ne të analizojmë të gjona. Mirë po, të ne është pak, shumë i hershëm është ky sistem për të aprovuar në praktik. Duhet me të vërtetë shumë angazhime. Mendoni që është herët që filloi të funksionojë ky sistem në vendin tonë? Në 3 qytete të vendit tonë? Jo herët, shumë herët është. Unë ka potencuar edhe 9 orë në mediume tjera, se janari nuk ka shans. Filloi shkurti. Jo veç e dini për një ditë 630 dënime kanë ndodhur. Apo, sipas informatave, për e tjere 590 janë vetëm në shpejtësi, te kalimi i shpejtësisë. Por çfarë do të ndodhte për shembull kur do të fillojë në krejt qytetet të funksionojë? Domethënë, për të arritur deri te ajo pikë që të respektohet kultura në komunikacion, domethënë populli duhet të vedisohet, duhet trajnime, duhet angazhime, duhet punë. Domethënë sektori për punë të brendshme, bashkë me Ministerinë e Drejtësisë, goxha punë kanë. Për të arritur qëllimin që me të vërtet vozicit të jenë të lirë, të drejtojnë automjetet motorike. Po infrastruktura rrugore? Infrastruktura rrugore për momentin është faktor numër 1. Për arsye se në komunikacion luajnë 3 role kryesore. Do të thonë faktorët kryesor janë vozici, automjeti dhe rruga. Nëse njëri prej këtyre faktorëve nuk është në rregull, domethënë nuk kemi komunikacion të sigurt. Ku numër 1 domethënë kemi rrugën. Rrugët, flas në nivel shtetënor, janë ashtu si janë. A mos flasim për Tetovën, edhe për këtë pjesën tonë. Po më tepër në tangon komunën e Tetovës, besoni se infrastrukturën e kemi në gjendje katastrofale. Kemi shembuj, tash veçanërisht me funksionimin prej 1 shkurtit sistemit Safe City, ballafaqimi ose problemet janë shumë të mëdha. Në teren.
Ku mendoni që duhet të intervenohet që të tejkalohen këto probleme në infrastrukturën rrugore në Tetov? Në infrastrukturën rrugore, për shembull konkret ne kemi kamerët e të vendosura të rruga i Lindenit, apo? Kamerët. Rruga i cila vjen për Brvenicë, ka funksionin edhe semaforët. Atje do të krijohet një haos që nuk mund askush të mbulojë atë problematikë. Tek shkolla e mjekësisë. Tek shkolla e mjekësisë. Nuk kemi shirit ndihmës. Nuk e dim vozitësi sa do shkojnë gjatë në majt apo do të vazhdojnë drejt. Më kuptoni? Do të krijohen kolona, t'i kape sistemi. Ku do arsjetohen në të vozitës se me të vërtet kanë ngecë në komunikacion. Do me thënë, sinjalizimi horizontal dhe vertikal problem numër 1, ku duhet të rregullohet për arsye se ato semaforë që janë vendu, ato janë prej kohës së komunizmit. Aty mendoni se duhet bëhet ndryshimi i semaforëve? Duhet edhe ndryshimi i semaforëve, apo duhet edhe infrastruktura rrugore të jetë në nivel. Për fat mirë, po ekzistojnë objekte atje, edhe është problemi do të ngjelë përsëri te vozitësit. Këtë jam i sigurt 100%. Cilat janë, profesor, vështirësitë dhe sfidat me cilat do të përballet sistemi qyteti i sigurt në vendin tonë? Sfidat mos mendojmë ne se do të bëhen çka më, këtë në aspektin pozitiv. Neve na presim punë të mëdha, veçanërisht që jemi të sektorit të komunikacionit, për të arritur një komunikacion të suksesshëm ose një qytet i sigurt. Domethënë, duhet sistemin e në popull, ai fryt që është pjek, duhet edhe ta marrish me a ne e kemi marrë jeshil, si themi në popull. A më kupton? Edhe do të kemi probleme. Parashtohet pyetja pse. Për arsye se edhe dënimet nuk janë faktor numër 1 që të zvogëlojnë. Të jeni të sigurt. Kur shohim mbas të analizave se 690 dënime për një ditë kanë ndodhur, edhe pse funksionon sistemi, mu përsëri, çfarë do ndodhe në të ardhmen. Potencoj, duhet me të vërtet sektori i komunikacionit në Tetov, në bashkëpunim me komunën, të angazhohen maksimalisht për arsye se duhet trajnime speciale, duhet jo veç, nuk është pyetje veç dënimi. Është mirë njerëzit të vedisohen. E jo veç të dënosh edhe do vedisohet. Ai i cili mendon të veproj, ai do të vazhdoj përsëri të njëjtën. Kemi pas raste në gjej informatat, për një ditë 3 herë është dënuar personi i njëjtë. Do me thënë, problemi kryesor përsëri është te kultura në komunikacion. Për fat keq, jo edhe informata që vijnë nga jashtë thuhet se në Maqedoni vozitet shumë keq. Kjo liq i vërtetuar nga Bashkimi Evropian se në Maqedoni për momentin vozitet shumë keq. Pa mendoni që pikërisht sistemi Safe City do t'i edukoj shoferët që të vozisin mirë? Po, deri një farë shkallë, po. Besoj se gjeneratët e reja, ndërsa ato të cilët janë më në moshë, jam i sigurt se do të jetë problem. Se nuk është pyetja veç të dënimi. Duhet vozicit të vedisohen, am kupton? Të vedisohen që mos arrihet deri në atë shkallë që të vijë puna deri te dënimet. Pra të jetë edhe në aspektin edukues, jo vetëm ndëshkues. Po, patjetër. Unë kujtohet para disa viteve ne kemi mbajtur trajnime, në bashkëpunim me sektorin për punë të brendshme, kemi mbajtur trajnime në shkollat e mesme. Dhe pse nuk e vazhdoni tani këtë pjesë? Problemi duhet të jetë deri vitin e kaluar ekzistonte në nivel komunal sektori për siguri dhe komunikacion ku ishim të kiqut ne. E tash si vjet pse nuk funksionon, ku është problemi, atë punë është mirë të merrni informatën komunën e Tetovës, i cili luajti një rol shumë të rëndësishëm. Kemi punuar në terren me nxënësit e shkollave fillore, kemi dalë në terren, në për udhkriqe, në për semafor, va kemi sqaruar, domethënë në praktik kemi qenë prezent bashkë me sektorin për punë të brendshme. E si vetë çfarë ndodhi, ku është problemi, është mirë ato informata në komunë, sektorin për komunikacion, pse nuk funksionon ai këshilli i sigurisë në nivelin komunal. Profesora, mund të ketë gjoba edhe padrejtësisht, për shembull, nga ana e shoferëve të dënohen padrejtësisht? Po. Kur në këto raste, kur mund të jetë? E tash, unë veç një shembull, nëse ka mundësi, konkret e kam vërtetuar, tash nuk e di cila kamerë është. Kamera mund ta shiqoj këtë shenjë. Ku në shumë të rasteve kanë marrë dënime. Do me thënë 250 euro janë dënu vozicit. Do me thënë semafori është në ngjyrën e verdhë. Ose portokall që themi ne. A në rregull thuhet, drita e verdhë, ndalim, kalimi për presje, keni kujdes. Presje përveç për automjetet të cilat në momentin
kur do të paraqitet drita e verdhë, gjendet në largësi të atill nga shenja ndriçuese dhe nuk mund të ndalen në mënyrë të sigurt pa e kaluar shenjen. Çfarë do thotë kjo? Do të thonë, me automatizëm këtu ne kemi raste të vime deri në aksident. Për arsye se nuk e kemi ngjyrën e kuqe. Ngjyra e verdhë ekziston. Çfarë ndodh në disa raste, për shembull, ndalesh dhe frenosh. Nuk ka shans mos vije deri te aksidenti. Për arsye se nuk dimë çfarë shpejtësie vozitin automjetet pas neve. Mirë po, në shumë të raste un kam 3 mesazhe që kam testuar vetë personalisht, në këtë moment që më kanë ardhur dënimi ka 250 sa ishte pilot projekti. E dënimet më tepër tash u vjen edhe në këtë rast. Pra kur semafori është ngjyrë të verdhë. Ngjyrë të verdhë. E tash sa dieta ka procedura atje, procedura gjithësore, ato procedura vjen shqirtare gjithësore, kur do vjen procedurë të shqirtohet. Besoj se do jetë kit një problem numër 1. Do të thonë, mund të bëhet ankesa nga ana e shoferëve nëse padrejtisht janë gjobitur? Po, mund të bëhen ankesa, por është një procedurë me vërtet shumë. Për arsye se nëse dënohet vozitsi ose pjesëmarrësi në komunikacion, nëse bën pagesën në afat për 8 ditëve, do të thonë 50%. Por ka raste tash kur edhe konfiskohet vetura. Am kuptoni? Po. Ka raste ndikimin e pijeve narkotike, ndikimin e drogës, alkoolit, e gjërave tjera, u konfiskohet. Mirë po, veturën për të konfiskuar nuk është sektori përputhë të brendshme faktor që e merr veturën. Veturën mund ta konfiskohen veç me vendim aktgjykues. Gjykatë. Ka shumë, problemi i Safe City është një problem shumë i madh. Duhet shumë analiza të bëhen. Edhe jo rastisht, edhe është i shpejtuar procedura, për arsye se komunikacioni në nivel shtetënor është me të vërtetë shumë i dobët. Do të thënë, profesor, përveç këtyre gjobave që përmendëm, edhe shpejtësia është një faktor shumë i rëndësishëm tek sistemi Safe City. Kemi parë disa raste në rrjetet sociale që janë publikuar ku është gjobitur, do të thonë, shoferi, edhe nëse nuk e ka arritur atë shpejtësi. Edhe për atë rast, unë thash kam shembuj plot, po është mirë. Do të për ta kuptuar qytetarët për të informuar më saktë se si funksionon. Ja, për shembull, kam merr këtu kemi një rast, është mirë ta shohim. Shpejtësia e lejuar është 50, ndërsa vozitsi dënohet me 15 euro pse ka vozit shpejtësi 23 ose 43 km/h. Kjo një gjë çesharake. Si mund të ndodhë realisht kjo? Pa ja, problemi teknik është në vendosjen e kamerave. Kjo një problem. Edhe kush është shpejtor tash? Do të thonë shpejtësia 50, 23 dënohet me 15 euro. Janë gjëra ashtu, do të thonë nuk ka arritur akoma niveli i kulturës që ne për tu sqaruar se pasur sistemi Safe City si duhet. Përveç shpejtësisë edhe semaforave, gjithashtu edhe parkimi ka një rol shumë të rëndësishëm. Parkimi jo në rregull që është një problematik, nuk mund ta mohojmë, është një problematik shumë e madhe edhe këtu te ne. Vetdia e qytetarit, vetdia e vozitësit është shumë e rëndësishme në këtë drejtim. Në fakt, shumë e vërtetë është. Ne kemi rrugët kryesore këtu që lëvizim. Një shirit rrugor edhe në anën e djathtë me gjithmonë në shtizana, më kupton? A ka edhe liq? Çfarë ne kuptojmë me termin ndalim, çfarë ne kuptojmë parkim, më kupton? Parkimi dihet, vendet ku ekzistojnë shenjat e komunikacionit për parkim, edhe është mirë, ndalimi është ndalimi i automjetit në kohë zgjatje deri në 3 minuta. Ndalim. Pas 3 minutave, domethënë nuk vlen, me automatizëm ti veç ke bë vepër për kundërvajtje në komunikacion. E jo të lënsh veturën anë dhe shkosh me 2-3 orë mos vish ta marrësh. Domethënë përsëri këto vjen vetësimi i vozitësve. Domethënë këtu është qëllimi edukues i sistemit. Domethënë krejt ka të fillosh, problemi është edukata, te kultura në komunikacion, tash mos keq kuptohet. Fjalën e kemi për kulturën në komunikacion. Është shumë e ulët. Ndoshta do të ndikojë se do pak, besoj unë, ky sistem për të edukuar shoferët që përmenda pak më herët, sepse kur do të gjobiten, besoj që herën e ardhshme nuk do ta përsëritin të njëjtin gabim. Unë jam i mendimit se po, por përsëri besoni se qyteti sigurt, kur do të filloj të funksionojë në qytete tjera, besoj se do të arrihet në një farë. E tash për momentin është një problematik. Sa është në teren, aq është edhe politike, për arsye se dihet se në ditët e fundit çfarë është ndodhur. Ju pat para 2-3 ditëve çfarë ndodhi me komunitetin rom. A më kuptoni? Ja çu kërkojnë leje. A di se leja si mirë. Këtu përsëri vjen shprehje, domethënë mos shkollimi shteti ka vajet. Se ato pjesëtarë të etnitetit rom nuk janë shkolluar.
A kush nëmër 1 për ta marrë lejen e vozitjes, dhe më thënë do të kesh shkollën fillore. Shkollën fillore. Ato nuk kanë edhe shkollë fillore të krime. E kërkojnë leje të mundësi shteti. Do me thënë që është në gjë qesharaka, kuptoni. Ndështë e keni pa ju edhe detalet vetë, por... Por në gjithat Safe City është i bazuar në modele që funksionojnë, le të themi, edhe në përvende tjera europiane, apo këtu të ne dalon? Shqo, besoj që edhe ju keni dalë jashtë shtetit, ka në sistem në shtetet e perëndimit, për shembull në Zvicër e shtetet tjera, por kjo kushtet infrastruktura është në nivel maksimal. Am kuptoni? Funksionon, por janë plotësuar kushtet. Te ne nuk janë plotësuar kushtet akoma, besoni. Kushtet teknike nuk janë të plotësuara për të funksionuar ki sistem Safe City ose qyteti i sigurt. Ke sinjalizimin horizontal, sinjalizimin vertikal, rrugët, shënume si duhet, edhe atje, edhe gabim të bësh është gjinash. A më kupton? Për arsye se infrastruktura rrugore është mbi nivel. Dallon. A ke ne ka për fat keq shumë maksi ka. Shkeljet më të mëdha që evitohen gjatë sistemit Safe City që evidentohen në fakt nga kamerat, Shqyqoni, ato për momentin, sa jam e informu, më është do më në kalimin të kuqen, më zdhënja për parësis, parkimi jo adekuat, këto janë 3. Edhe shpejtësia, po. Ndërsa në të ardhën planifikohet edhe mbajtja e rripit sigurimit edhe dënime tjere që të pasojnë me rahat. Etash, kur është pyetje se dënimi, unë besoj se njerëzit kompetent të zgjidhe këtë problem, sa i përket të rripit sigurimit. Do të vije dënimi vozicit, po çfarë ndodhe me anën tjetër, afër teje që është personi tjetër. Ku do shkojë dënimi, jam kuptoni? Janë gjëra që me të vërtet duhet punë, në aspektin teknik. IT-ja ka bagji punë në sektorin për punë të brendshme. Për ti mangësu këto gabime që ndodhin. Por, mendoni që kamerat, do me thonë, janë të sigurta në bazë të dhënave që i marrin, apo mund të ketë të lëshime edhe këtu? Unë potencova se ndodhin gabimet teknike. A më kuptani? Dënohet personi. Për shumë do bëje pagese. Do t'jape në gjyq, procesi do zgjatet. Do t'ketë, besoni se u garantoj për këtu për studios, se me të vërtet gjyq do ketë shumë punë. Shumë punë. Veçanisht, si që përmenet tash me konfiskimin e veturave. Është një problem shumë specifik, i cili do punë, do angazhime, për të arritë deri në atë nivel ku duhet të shkojmë. Do të thonë si shoqëri nuk kemi ende të përgatitur për një sistem të tillë inovativ. Për momentin jo. Për momentin jo. Për arsye se në komunikacion e potencova edhe atë faktorët kryesorë, cilët i përmenda, një edhe dita numri unë besoj se edhe ndotja ambientit do të rritet në nivel maksimal. Me respektimin e këtyre shenjave, me sistemin Safe City, për arsye se parku vozitës në nivel të Maqedonisë është me të vërtetë shumë i vjetër. Sipas informatave mund të jetë mbi 15 deri në 20 vjet që kemi automjete që lëvizin në teren. E jo në perëndim veç më kanë filluar t'i largojnë. Po përveç ato cilët janë me Eko-5, vetura tjera veç i bien në Ballkan këndej. Për shkak të ekologjisë. Ekologjisë, po ndonjë ambient, a kene pa do të rritet. Ta kemi parasysh këtë që e them dhe besoj se në takimet e ardhshme edhe ta konfirmojmë argumente. Profesor, cilat janë problematika tjera në komunikacion, përveç sistemit Safe City, që ju keni hasur për shembull gjatë gjithë praktikës tuaj të përditshme si eksperti i komunikacionit? Me çfarë problematika shpërballemi si shoqëri në komunikacion? Sa i përket komunikacionit, flasun nivel shtetënor, jo nivel shtetënor, problemet janë të mëdha. Për arsye se lëvizja automjeteve është maksimal. Kemi numër të veturave, me të vërtet, ju ndoshta edhe hasni një vozitës me një veturë. Për shembull në qytetin e Tetovës rregullohet çështja, edhe problemi i Safe City, po që se në nivel komunal transporti urban funksionon si duhet. Kur do të vinë autobusat në kohë, qarkullojnë. Më kupton si është si rasti në Evropë, unë besoj se s'ka nevojë dilet me një veturë atë. Do pres autobusin, transportin urban, do shkojmë punë, pre punë, përsëri në shtëpi. Kështu që edhe në këtë element, domethënë, do të ketë lehtësime. Edhe ndotja e ambientit do të përmirësohet, por edhe nuk do të kemi shumë të llovi në komunikacion. Do të thënë një ndër problematikat është pikërisht kjo. Po, këtë ua garantoj.
Megjithatë, mendoni që ky sistem I qytetit të sigurt do të ndikojë në uljen e aksidenteve rrugore? Unë besoj se do të ulet, por jam shumë skeptike. Për shkak se nuk I din rregullat edhe Një rregullat, njëve që presëm e respektojmë, e shohëm sa 50 nuk kemi atë nivel të kulturës që në start të respektojmë gjanat ne. Dalëm, për shembull, te shumica e mediumeve përmendin autostradën Tetov-Gustivar. Ai një gabim shumë I madh. Përmendet termi autostradë. Tetova-Gustivar nuk është autostradë, ju lutem. Ka terme në komunikacion se çfarë përfshin autostrada, çfarë përfshin rruga regionale, çfarë përfshin rruga lokale. Më kupton? Rruga Tetov-Shkup po. Edhe shpejtësia maksimale, me thënë autostrada është 130. Ju Tetov-Gustivar, a keni dikundi 130 shpejtësi? As kundi nuk. Do me thënë, çka nuk kupton? Ti prej Tetove deri në Gustivar më ke shirit ndihmës. Rast defekti, rast smundje, rast aksidenti. Kjo është nonsens. A më kupton? Por besoj se tash me rregullimin e autostradës reje do të përmirësohen këto gjona, por deri tash, si potencove dhe më lartë, dhe më thënë, edhe këto janë një faktorët si e ndikojnë në aksidente rrugore. E tash parashujt pyetje çfarë përfshin aksidenti. Aksidenti nuk kupton termin çdo aksident që ndodh në rrugë ku merr pjesë spaku një automjet. Këtë duhet ta dinë edhe ndëgjuesit që na ndëgjojnë, pa marrë parasysh domethënë, një automjet. A mund të jetë automjet me komsor, automjet me automjet, dhe aksidenti është me dëme materiale, respektivisht për fat keq me raste fatale, të cilat humbin jetën. Ku duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Çfarë mendoni që duhet të bëjnë institucionet për të afruar më shumë qytetarin ose vozitësin me sistemin Safe City? Për të arritur këtë qëllim dhe për të arritur këtë standard maksimal, thash unë pikë pari duhet trajnime maksimale. Procesi është shumë I hershëm. Sipas këtyre normave dhe standardeve duhet të pilot projekt jetë gati më pak një vit. Sipas këtyre dhënave, informatave që I kemi, domethënë një vit të jetë në funksion për të vëdësuar vozitësit. Se edhe ne bëjmë gabime. Do të thotë se jemi në drejtimin e komunikacionit edhe nuk bëjmë gabime, I bëjmë. Por koha është shumë e shkurt për funksionimin. E ku është problemi? Është problemi I mbledhjes të hollave apo diku tjetër, por sipas mendimit tim unë besoj se duhet shumë kohë. Është I shpejtuar. Besoj se tash do presëm vendimin e gjyqit kushtetues çfarë do të vendosë tash. Po, se si do të jenë hapat më të tjera. Më të tjeshme. Profesor, më intereson fakti çfarë ju ka motivuar që të merreni me këtë drejtim. Pra, cili ka qenë inspirimi që ju filluat të studioni këtë drejtim, pastaj edhe të punoni edhe si profesor në universitet, edhe në shkollë të mesme, edhe si ekspert komunikacioni. Drejtimi I komunikacionit është një lëmi shumë interesante. Unë kur kom mbaru, kur kom diplomu, kom qenë I vetmi shqiptar në komunë të Tetovës, si inxhinier I komunikacionit. Kërkesat ishin mëdha, kuadër s'kishim. Kishim dhe ishim, mirë po, besoj se jam I kënaqur dhe dua me gjithë zemër profesionin, e punoj gati 35 vite. A është I vështirë si profesion? Është stresues? Nuk është një gjë nëse e don. E ke për zemre, unë besoj se arrihet. Mirë po shumica e trive është problem edhe jo atje ka matematik, ka fizik, ka lënë probleme teknike edhe e kanë problem të rritë. E kanë fjalën se në komunikacion gjithmonë ka nervoz nga shoferët, gjithmonë ka stres. Ju e keni studiuar këtë drejtim, prandaj them është drejtim stresues për ta studiuar. Jo, asesi, por është një drejtim shumë interesant. Për arsye se komunikacioni është një lëmi e cila njerët në aspektin psikologjik të përmirëson, në aspektin teknik të edukon, do me thonë se cilë është në komunikacion, dhe mbi tjerat, që është më kryesorja, në bazë të analizave që I bëjmë. Edhe I kemi bënë, kemi arritur përfundim se gjenia femërore është mesjeshme në komunikacion. Shumë bukur, se zakonisht e kundërta është I mendim tek qytetarët. Jo. Kemi bënë analiza, kemi bënë testime, anketa, dhe kemi arë përfundim se me të vërtet më e kujdesshëm është. Pse them këtë? Për arsye se gjenia femërore nuk e maltreton automjetin. A më kupton? Sillet si me familjen, sillet si me fëmijën e vet. A më kupton? Këto analiza I kemi bënë edhe në terren. Edhe jo rastësisht, edhe më parë se ju kujtohet ju kur shkoshim më para, prindët tanë blejnë vetura në Sloveni, kam gjetë një veturë të mirë se vozitet një
një femër. Tenis femërore, po. A më kupton? Mirë, po ato gjëra janë të vërteta. Ndërsa nga ana tjetër ne meshkujt pak jemi nervoz, ne jemi maltretues të automjetit. Kështu që këtë jo pozitiviteti. Profesor, cilat ishte porosia juaj për të pasur le të themi një shofer të edukuar, apo në një thënie që ju ka mbetur, ose citat, që ju ka mbetur që nga studimet, se çfarë duhet kemi parasysh në momentin kur ulemi në timon, gjithashtu për të ulur aksidentet dhe për të pasur kulturë në komunikacion. Që gjithmonë kur të ulesh pranë timonit, duhet të mendosh që duhet të jesh i kujdesshëm. Të respektosh shenjat, të respektosh komsorët, veçanërisht se faktori numër 1 janë pjesëmarrës shumët, duke e ditur se nuk e di se çfarë gjendje janë komsorët, kemi punë me fëmijë. Domethënë gjithmonë faza dhe elementi kryesor është asaj se duhet të jemi të sjellshëm. Kjo është faktor numër 1. Nëse krejt e respektohen dhe i respektojnë këto norma, këto standarde ligjore, unë besoj se edhe ky sistemi Safe City ose qyteti i sigurt do të arrijë atë pikën e dëshiruar që duhet të arrijë. Por thash përsëri koha është në pyetje, na duhet kohë. Për të vendosur. Profesor, faleminderit shumë që ishi sot pjesë e emisionit tonë. Respekt dhe gjithmonë në çdo thirrje jam në gjendje të jem këtu me ju. Ju faleminderit shumë për kontributin tuaj. Ishte kënaqësi të jem prezent. Të nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin e ditës. Ju vazhdoni të qëndroni dhe më tutje me ne, rikthehemi pas pak.